Trabzonspori e Ernest Muçit katranosi gjithçka në duelin e parë play-off të Ligës së Europës, teksa unë poshtë në shtëpi nga Ferencvarosh me rezultatin 0-1. Goli i Zacariasen në minutën e 17 vendosi sfidën, ndërkohë që trajneri Fatih Teke vendosi të hidhte në fushë edhe Ernest Muçin, edhe pse ky i fundit nuk është rikuperuar plotësisht, duke rrezikuar. Futbollisti kombëtares shqiptare u aktivizua në minutën e 64 të sfidës në vend të Saviolos, por pa mundur të gjente rrugën e rjetës. Në minutën e 11+6, turqit mbeten edhe me 10 lojtar, teksa Nua Y u ndëshkua me karton të kuq. Muçi u përfshi në punë graduale me grupin dhe nuk pritej që të merrte minuta në ndeshjen e djeshme. Gjithsesi, trajneri vendosi ta sakrifikonte shqiptarin. Trajneri i kombëtares, Rolando Maran, ka filluar të punojë për të përgatitur grumbullimin e parë të kuqëzinjve për Ligën e Kombeve në fund të muajit shtator. Dhe me që bëhet fjalë për një turne në teori dytësor, mund të ketë edhe eksperimente në këtë listë. Ndaj, trajneri po monitoron edhe klubet shqiptare që janë ende në garë në Europë. Dje, ai ka qenë i pranishëm në ndeshjen e Ligës së Konferencës mes Dinamos dhe Pafos në Elbasan Arena. Tekniku ka parë në veprim mbrojtësin Nasser Ali, i cili është vazhdimisht pjesë e grumbullimeve të kombëtares, por nën monitorimin e tij janë edhe emra të tjerë, si Klevi Cefalia, i cili është përmendur vazhdimisht si një prej lojtarëve në listën në rezervë në grumbullimet kuqëzinj. Ardian Ismaili është rikthyer seriozisht në garën për një vend titullarit e Torino, në prag të debutimit në Serien A ndaj Milanit. Sfida e parë e kampionatit do të luhet më 23 gusht dhe trajneri Abate po vlerëson alternativat për të ndërtuar formacionin më të përshtatshëm. Dilemat kryesore janë në repartin defensiv. Komert, i cili luajti si mbrojtës i majt në treshën e Prapavijes në ndeshjen e Kupës së Italisë, nuk dha një paraqitje bindse, duke bërë që Abate të rikthejë në konsiderat mundësinë e aktivizimit të Ismailit nga minuta e parë. Mbrojtësi shqiptar shihet si një nga opsionet më të besueshme të Torinos dhe eksperienca e tij mund të jetë e rëndësishme përballë një kundërshtari të fortë si Milani. Vendimi përfundimtar i takon Abates, por para sfidës me Milanin, Ardian Ismaili është rikthyer në garën për një fanell titulari, me synimin për të nisur sezonin e ri të Serien A në fushë që nga minuta e parë. Borussia Dortmund ka rikthyer interesimin për sulmuesin Fisnik Aslan dhe po konsideron të dërgojë një ofertë huazimi drejt Hoffenheimit me obligim blerjeje. Gazeta e famshme gjermane Bild raporton se ylli i Kosovës është rikthyer prapë në radarin e vërtetësimve që po e shohin atë si pasuesen adeguat të Serhiu Gurasi. Skenari më i mundur është tani huazimi, diçka që ka tentuar të bënte dhe Leipzigu. Aslani në anën tjetër është i gatshëm për të gjitha lëvizjet e mundshme dhe asesiz do ta refuzonte Dortmundin. Një skenari i mundshëm, Dortmundi mund ta huazojë Aslanin me obligim blerje. Në këtë situatë pagesa do të bëhej një vit më vonë. Ky faktikisht ishte plani origjinal i Leipzigut, vetë Aslani nuk është as pak kundër angazhimit të Borussia Dortmund. Megjithatë, për ta kompletuar këtë lëvizje Dortmundi fillimisht duhet të largojë Silvan, i cili po kërkohet në skuadra spanjolle e Real Betis. Aslani javë më parë ishte afër kalimit te Leipzigu, megjithatë marrëveshja thuhet se dështoi në fund, shkaku që lojtari i Kosovës dështoi në testet mjekësore, por nuk ka asgjë të konfirmuar lidhur me këto raportime. Qendërsulmuesi i Shqipërisë U19 Enis Rexhepi ka nisur flak sezonin e ri me Stuttgartin U19, 8 gola në 3 ndeshje. Në përballjen e fundit kundër Bayern Munich të kësaj grupmoshe, talenti kombëtarët shënoi vetëm 5 gola, ndërsa sfida u mbyll 6-1 për Stuttgartin. Sikurse mos të mjaftonte Manita që 18 vjeçari shkaktoi bavarezëve, me storin e radhës në rrjetet sociale i ka prekur gjikantët gjerman në nder. Rexhepi shfaqet para emblemës së Bayern Munichut, ndërsa tregon numrin 5 dhe ku vjen në trajt çoplake për rivalin, numri i goleve të shënuar. Reimana i ka nisur sezonin e ri larg pritshmërive me Sivasporin. Sulmuesi shqiptar zhvilloi 90 minuta edhe në humbjen 2-0 ndaj Kayserisporit, por nuk arriti të ndihmonte skuadrën të gjente golin. Pas disfatës, Mana u drejtua tifozëve të Sivasporit përmes një postimi në Instagram, duke shprehur keqardhjen për rezultatin. Ju kërkoj falje për këtë humbje, do të vazhdojmë të punojmë dhe të japim gjithçka për t'ju bërë të lumtur në ndeshjet e ardhshme, ishte mesazhi i sulmuesit shqiptar.
Performanca Manejt në 2 javët e para të kampionatit ka ngritur pikpyetje për formën e tij. Ai ka luajtur 180 minuta në total në sfidat ndaj SNL Rockspor dhe Kayserispor, duke regjistruar 8 tentativa për goditje, por vetëm një prej tyre ka përfunduar në kuadratin e portës. Në këto 2 ndeshje Manaj ka prekur topin 64 herë. Sulmuesi shqiptar, i cili pritet të jetë një nga lojtarët kryesorë të Sivasporit në repartin ofensiv, nuk ka arritur ende të gjejë ritmin e sezonit të kaluar. Pas dëmtimit që pësoi sezonin e kaluar, Manaj po përpiqet të rikthehet në formën e tij më të mirë. Edhe trajneri i Sivasporit, Ismet Tashdemir, ka evidentuar problemet e skuadrës në fazën sulmuese pas humbjes me Kayserisporin. Në këtë situatë vëmendja është kthyer te Manaj, nga i cili pritet një reagim në ndeshjet e ardhshme.